rikthimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për shkak që besoj që gjatë 5 vjetëve ajo nuk ka ekzistuar fare. Besoj që ajo ministri ka qenë më shumë ministri e diasporës, rikthimi i dëmit të bërë. Unë dua të besoj se gjithë ne këtu e kemi një qëllim të përbashkët, ta shohim Kosovën më mirë. Por gjithsesi mënyrat tona dallojnë. Gjëja e parë që ta bëj Lidhja Demokratike e Kosovës është rikthimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, për shkak që besoj që gjatë 5 vjetëve ajo nuk ka ekzistuar fare. Këtu e kemi edhe përfaqësuesen e Ministrisë së Punëve të Jashtme, e cila merret kryesisht me çështjet e diasporës dhe besoj që ajo ministri ka qenë më shumë ministri e diasporës apo ministri për lobim dhe propagandë në raport me diasporën sa që ka qenë Ministri e Punëve të Jashtme. 3 njohje të cilat janë siguruar pas përfundimit të mandatit të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Dhe ato njohje kanë ndodhur për shkak të lobimit në 2 raste të Turqisë dhe në lobimin e tretë ju e dini që nota verbale ju ka dorëzuar zoti Pacolli. Kështu që nuk mund të pretendohet merit në raport me ato se çka ka ndodhur në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Plani i Lidhjes Demokratike të Kosovës është padyshim rikthimi i dëmit të bërë. Këto 5 vite kanë qenë vitet më të vështira, në të cilat Kosova ka psuar shumë, për shkak që viti 2026 për ne, po shpresoj se do të jetë viti 0, do të jetë viti 2008, kur kemi filluar ndërtimin e shërbimit diplomatik, për shkak që unë jam i sigurt që shërbimi diplomatik gjithçka ka qenë përveç se në shërbim të shtetit Kosovës. Orientimi euroatlantik dhe partneriteti strategjik mbeten njëri nga prioritetet kryesore të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra po them, kthimi në pikën 0 do të jetë shumë i rëndësishëm për shkak që duhet edhe riparim të marrëdhënieve të cilat i kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, integrimi në Bashkimin Evropian dhe zbatimi i marrëveshjes stabilizim asociimit, rruga drejt NATO-s dhe partneriteti për paqe. Ne kemi dëshmuar shumë herë që jemi në gjendje që të bartim barrën e madhe të këtyre proceseve. Dhe për këtë arsye ne kemi edhe një agjendë të caktuar e cila e bën edhe ndarjen edhe rikthimin e Ministrisë së Integrimit Evropian, të cilën fatkeqësisht e kanë mbyllur sepse disa nga ne si duket janë antarësuar në Bashkimin Evropian dhe nuk e kanë pasur arsyeshme që ta mbajnë të gjallë. Kështu që ne do ta kthejmë si një bazë e cila pastaj do të koordinojë edhe ministritë e tjera në kuptim të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian dhe detyrimisht me ato 5 vende të cilat nuk e kanë njohur Kosovën.